Spektakli i sotëm i Big Brother VIP pritet të sjellë shumë surpriza dhe të mbajë publikun për orë të tëra para ekranit. Vetëm pak orë para nisjes së spektaklit, kurioziteti për atë që do të ndodhë brenda shtëpisë është tepër i lartë. Sipas burimeve pranë Top Channel, mbrëmja e sotme do të jetë e gjatë dhe dinamike. Spektakli pritet të nisë me diskutimet e javës, ku do të analizohen ndryshimet e forta në dinamikat e shtëpisë pas hyrjes së Luizit, si edhe ngacmimet dhe provokimet që ai u ka bërë banorëve gjatë ditëve të fundit. Më pas, fokusi do të kalojë te marrëdhënia mes Selinit dhe Gimbos, duke u ndalur te zhvillimet pas spektaklit kaluar, ku Gimbo mësoi se ishte futur sërish në lojë nga Selini. Po ashtu do të diskutohet raporti mes Brikenës dhe Mateos, si dhe ndryshimi i qëndrimit të Brikenës, pasi ajo mësoi se ndodhet në televotim. Një nga momentet më emocionuese të mbrëmjes pritet të jetë surpriza për Luizin. Burimet bëjnë me dije se Kiara, së bashku me vajzën e tyre Luna, do të hyjnë brenda shtëpisë, duke sjellë një moment tepër emocional jo vetëm për Luizin, por edhe për publikun. Banorët do të mësojnë gjithashtu se Luizi nuk është konkurrent në këtë fazë loje dhe se në nominim kanë qenë realisht banorë të tjerë: Greta, Juela, Krusita, Miri, Kristi, Rogerti, Brikena dhe Stenaldo. Nga ky televotim, sipas pritshmërive paraprake, pritet të largohet Krusita. Po ashtu, 3 banorë të rinj pritet t'i bashkohen shtëpisë sonte: Shendrit Lumi, Livia Lozi dhe Ardit Murataj, duke shtuar edhe më shumë tension dhe dinamika të reja në lojë. Këto dhe shumë të papritura të tjera pritet të mbahen për mbrëmjen e sotme, e cila premton emocione, debate dhe kthesa të forta në rrugtimin e këtij edicioni.